Sipas horoskopit, një shenjë e zodiakut pritet ta nisë vitin 2026 me avantazh të dukshëm në planin financiar. Çdo fillim viti sjell pritshmëri të reja, por janari i vitit 2026 dallohet veçanërisht për një shenjë të caktuar. Lëvizjet planetare tregojnë një periudhë ku rrethanat financiare përmirësohen dhe disa mundësi që më parë dukeshin të paarritshme fillojnë të bëhen konkrete. Mund të jetë një ofertë pune, një pagesë e vonuar që më në fund po vjen, një shpërblim apo një mundësi ekonomike që ndryshon drejtimin e vitit. Shigjetari hyn në vitin e ri me një situatë financiare shumë premtuese. Jupiteri, planeti që lidhet drejt për drejt me këtë shenjë, ndodhet në një pozicion të favorshëm dhe krijon kushte për rritje, fitime dhe stabilitet ekonomik. Kjo periudhë mund të sjellë përfitime nga një investim i mëparshëm, bonus ose rritje të ardhurash, një ofertë re profesionale ose para që vijnë nga një burim i papritur. Mesazhi astrologjik është i qartë: vepro me mend për mos e humb mundësinë nga frika. Vendimet e marra me logjikë dhe vetbesim kanë gjasa të japin rezultat. Muaji janar kombinon rrethanat e favorshme me nevojën për lëvizje të zgjuara. Shigjetarët do të pranojnë propozime të reja, do të analizojnë mirë alternativat dhe do të besojnë përvojës së tyre, do të shohin përmirësime reale që në javët e para të vitit. Është një moment i përshtatshëm për planifikim financiar, investime të kontrolluara dhe ndryshime profesionale. Një fillim viti me sinjal pozitiv. Për shigjetaren, viti 2026 nis me energji, qartësi dhe një shtysë të fortë ekonomike. Janari mund të vendosë themelet për një vit më të qëndrueshëm financiarisht, nëse vepron me maturitet dhe fokus. Mbaj një qëndrim realist, shfrytëzo mundësitë që shfaqen dhe përgatitet për një muaj që mund të japë më shumë se sa pritej. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.